Mbyllja e TikTokut është diçka shumë e gabuar, edhe t'ja shpjegoj pse. Sepse edhe se mbyllet TikTokut, po mbyllet Snapchati këtu në Shqipëri, prapë se prapë ata njerëz do vazhdojnë të vrasin, ata njerëz do vazhdojnë të shahen me njëri tjetrin. Ata njerëz prapë do shohin njëri tjetrin sy për sy dhe do thonë çka ke qenë shef. Nuk ka të bëjë TikToku domthon. TikToku thjesht është një mjet që këta persona e kanë përdorur. Edhe nëse mbyllet TikToku apo Snapchati, ka prap aplikacione të tjera, ka me qindra aplikacione që mund të përdoret, që të shajnë njëri tjetrin. Kështu që në përgjithësi, ne për shembull mund të them lidhje me TikTokun që ne kemi kriju një komunitet programimi dhe në fund ditës unë dal live dhe programoj. Unë nuk është se po i bëj keq njerëzve. Po kur ti s'do me fut mrena me burgim përjetshëm një djalë që s'na hyn punë për gjë, një person që do dali nga burgu do vrasi prap, po ti ja ve fajin TikTokut, pra është më i rëndësishëm celuliti i atij djali që ti ki të vrasi prap se sa të gjitha bizneset shqiptare, kush e di sa startupe shqiptare marrin nga TikToku. Sepse qeveria shqiptare nuk është se na kanë ndihmuar me startupet. Unë nesër bëj gati startup për bizneset shqiptare. Unë nesër ndihmoj bizneset shqiptare, jam live tu e programu.